Po sigurt ju thoja se rruga drejt qetësisë mendore nuk gjendet duke ndjekur suksesin, por duke studiuar me kujdes dështimin. Kjo është pikërisht ajo që do të bëjmë sot. Do të përdorim filozofinë e Arthur Schopenhauerit për të kuptuar saktësisht se si ta shkatrojmë jetën, sepse çuditërisht, ky mund të jetë çelësi për ta shpëtuar atë. Të gjithë e bëjmë këtë pyetje, apo jo? Është pyetje që na ndjek gjatë gjithë jetës. Si mund të arrijë lumturinë, suksesin, përmbushjen? Kjo është, le të themi, qasja standarde. Por ka një pyetje tjetër, një pyetje shumë më e fuqishme, një qasje krejtësisht e kundërt. Në vend që të pyesim si të kemi sukses, le të bëjmë një pyetje therrse. Si mund të shkatrojmë jetën tonë? Me garanci? Kjo na ndihmon të shohim të gjitha kurthet e fshehura. Kjo mënyrë të menduarit mbrapsht nuk është thjesht një provokim filozofik. Në fakt, është një mjet praktik që ka një emër, formula e përmbysjes. Dhe pikërisht kjo do të jetë busulla jon gjatë kësaj analize. Kjo ide e bërë e famshme nga investitori Charlie Munger quhet përmbysje ose inversion. Dhe është jashtëzakonisht efikase, sepse, mendo pak, dështimi rrallëherë vjen nga një goditje vetme katastrofike. Më shpesh, ai vjen nga një grumbullim i zakoneve të këqija, të vogla, shumë prej të cilave ne i justifikojmë çdo ditë. Kur e sheh problemin mbrapsht, të gjitha këto justifikime shemben dhe kurthet dalin qartë në dritë. Atëherë, jemi gati? Le të fillojmë me recetën e sigurt të dështimit. Së pari, do të fokusohemi te mënyrat se si e sabotojmë veten në marrëdhënie me botën e jashtme. Ja ku janë 3 hapa të sigurt për të krijuar një jetë të mjerueshme. E para, bëje dëshirën qendrën e universit tënd. E dyta, mat veten vazhdimisht me të tjerët. Dhe e treta, bëhu i varur nga duartrukitjet e tyre. Recete garantuar. Le të flasim pak për hapin e parë, dëshira e pafund. Schopenhauer i thoshte se vullneti njerëzor është thjesht i pangopur. Sa po arrin një gjë, menjëherë lind një dëshirë e re. Të jetosh kështu, thoshte ai, është si të pish ujë deti për të shuar etjen. Sa më shumë pi, aq më shumë etje ke. Kjo është një rrotë vrapi pafund, një garanci për të mos gjetur kurrë paqe. Tani, kurthi i dytë. Nëse vërtet dëshiron të shkatrosh çdo mundësi për kënaqësi të thjesht, ja çfarë duhet të bësh. Krahasohu pa pushim me të tjerët. Schopenhaueri e dinte se zilia është helmi i pastër, sepse nuk të lejon të shijosh as atë që ke. Edhe nëse je mirë, fare mirë, krahasimi e bën mirëqenien tënde të duket e papërfillshme. Dhe kurthi i tretë i jashtëm, jeto për reputacionin. Bëje vlerësimin e të tjerëve oksigjenin tënd emocional. Sipas Schopenhauerit, ky është triumfi plot i paraqitjes mbi qenien. Pra, njeriu fillon të kujdeset më shumë se si duket, se sa çfarë është në të vërtetë. Por reputacioni, ai është tepër i brisht. Sot të ngren në qiell, nesër të harrojnë plotësisht. Mirë, pasi pam kurthet që na vijnë nga bota e jashtme, tani është koha të kthejmë vështrimin brenda, sepse shpesh sabotuesi më i madh nuk është jashtë, jemi me vetë. Ja dhe 3 udhëzime të tjera për të dështuar, por këtë herë duke neglizhuar plotësisht botën tënde të brendshme. E para, mbush çdo moment të vetëm me zhurmë. E dyta, shmang çdo reflektim serioz. Dhe e treta, veproj gjithmonë sipas humorit të çastit. Për Schopenhauerin, aftësia për të qenë vetëm është një shenjë e madhe force. Njeriu që nuk e duron dot vetmin, zakonisht po ikën nga vetja. Pse? Po sepse vetmia zbulon pa mëshirë se çfarë ke brenda, përmbajtje reale apo thjesht zhurmë boshe. Shumë njerëz e mbushin jetën me aktivitet jo sepse janë plot gjallëri, por sepse janë të tmerruar nga heshtja. Kjo pikë e dytë është thelbësore. Nëse dëshiron vërtet të dështosh, mos e pasuro kurrë mendjen. Mos lexo, mos reflekto, mos mëso. Thjesht lëviz nga një argëtim i cekët tek tjetri. Pasoja është e rëndë. Kur vinë orët e heshtjes, njeriu që nuk ka ndërtuar një botë të brendshme, ndjen një boshllëk torturues. Ai nuk është shok me veten e tij. Dhe së fundi, pika e tretë e brendshme, dorëzohu para çdo impulsi. Kur je i zemëruar, shpërthe. Kur je joshur, dorëzohu. Kjo shpesh maskohet si të qenit autentik, por në fakt shpesh është thjesht mungesë karakteri. Urtësia nuk është të mohosh impulset, por të kuptosh sa të rrezikshme janë ato kur lihen pas një lloj disipline. Tani, arrim në pikën kulmore, tek iluzioni themelor, tek gënjeshtra e madhe që i mban të gjitha këto sjelljeve të shkatruese në këmbë. Kjo është mashtrimi më i zakonshëm dhe më i rrezikshëm nga të gjithë.
Besimi se suksesi jashtëm, parat, fama, statusi, do të rregullojë automatikisht botën tënde të brendshme. Schopenhaueri do të qeshte me këtë ide. Ai e dinte se karakteri është shumë më vendimtar se dekorimet e jashtme të jetës. Dhe kjo tabel këtu e ilustron në mënyrë perfekte. Mund të investosh gjithë energjinë te fasada, statusi, pamja, prona. Por, nëse neglizhon themelin, pra karakterin, qetësinë, vetëpërmbajtjen, atëherë përfundimi është i pashmangshëm. Do të kesh një shtëpi të lyer bukur, por me themele krejtësisht të kalbura. Mirë, pasi kemi ndërtuar me kaq kujdes manualin e plotë të dështimit, rruga përpara bëhet çuditërisht e qartë. Duke kuptuar saktësisht se çfarë duhet të shmangim, ne zbulojmë antidotin, një formë më e shehtë, më modeste, por shumë më e qëndrueshme paqeje. Ja pra, receta për një jetë të mirë, e përmbledhur bukur. Nëse i bën këto me disiplinë, ke shumë gjasa të arrish diçka thellësisht ironike. Mund të fitosh gjithçka nga jashtë dhe të humbasësh plotësisht veten nga brenda. Pra, nëse të gjitha këto janë rruga e sigurt drejt dështimit, cila është alternativa? Çfarë duhet të synojmë në të vërtetë? Cili është çmumi i vërtet? Dhe këtu qëndron thelbi i gjithçkaje. Schopenhaueri nuk premton lumturi të përhershme. Ai e sheh këtë si një iluzion fëminor. Qëllimi i vërtet, ai më i thellë dhe më i arritshëm, është diçka tjetër, mençuria, si ulja e marrëzison, si reduktimi i vazhdueshëm i vetëshkatrimit. Dhe kjo na lëm me një mendim përfundimtar, një ide me të vërtet të fuqishme. Në një botë të zhurmueshme dhe të pangopur që vrapon pas triumfeve të mëdha, ndoshta suksesi i vërtet duket ndryshe. Ndoshta, siç na mëson Schopenhaueri, forma më serioze e suksesit është thjesht një paqe modeste, por e qëndrueshme dhe e vërtetë.